Shefi I njohur I kuzhinës, Renato McCauley, është rikthyer në vëmendjen e publikut përmes një reagimi zyrtar, ku sqaron për herë të parë arsyet e largimit të tij të papritur nga Shqipëria dhe nga ekranet. Ish drejtuesi I formatit Hell's Kitchen, I cili prej kohësh ishte distancuar plotësisht nga jeta publike dhe rrjetet sociale, ka vendosur të japë shpjegime pas rihapjes së llogarisë së tij në Facebook, duke ju përgjigjur interesit të lartë të ndjekësve. Në deklaratën e tij, McCauley zbulon se vendimi për t'u larguar ishte I detyruar nga rrethana kërcënuese dhe jo nga dëshira. Ai shprehet tekstualisht: "U largova për të shpëtuar veten. Jeta ime u kërcënua nga segmente të politikës shqiptare dhe nga rrethana të tjera të rënda. Mu ndalua liria e çdo gjëje dhe, çuditërisht, çdo denoncim im I zhdukej nga policia jon pa asnjë arsye tim", shkruan ai. Renato ka treguar anën e tij më të brisht, duke pranuar se presioni e kishte çuar drejt mendimeve fatale për t'i dhënë fund jetës, por në fund zgjodhi të luftonte.